Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve, ai orës 11 në këtë edicion. Ju ftoj të ndiqni. Një 52 vjeçar ka humbur jetën dhe 4 të tjerë kanë mbetur të plagosur nga një aksident i rënd i orëve të para të mëngjesit të sotëm. Furgoni me punojës ndërtimi që drejtohej nga një 22 vjeçar doli nga rruga në orën 6:10 të mëngjesit dhe është përplasur me një bortur betoni në aksin Vlorë-Llogarat. Sipas një bilanci të Report Televizion, numri i viktimave nga aksidentet në Qershor dhe Korrik shkon në 29. Të ardhurat nga taksat dhe tatimet vijojnë të rriten më shpejt se shpenzimet, duke bërë që buxheti i shtetit të mbyllet me një suficit prej 563 milionë euro në 6 muajin e parë të vitit. Ndërkohë institucionet nuk realizuan të gjitha shpenzimet e planifikuara kryesisht për shkak të mosbatimit të plotë të shpenzimeve korrente. Fundjava e fundit e muajit korrik është duke shtuar fluksin më të lartë të hyrjeve të qytetarëve të Kosovës përmes pikës të Morinës në Shqipëri. Gjatë ditës së shtunë deri në mëngjesin e kësaj të diele, mbi 45.518 shtetas të Kosovës kanë hyrë në territorin shqiptar. Desta dokumenti strategjik i njoftuar të premte nga kryeministri Rama si një shenjë reflektimi nga protesta e flamingove do të ketë si test të para projektin e Zvërnecit. Brenda 90 ditësh synohet të zhvillohet dëgjesa përfshirë dhe grupet që protestuan për të marrë më pas një vendim për të ardhmen e projektit. Dokumenti i qeverisë të cilën Report Televizioni disponon i lë të hapura të gjitha opsionet. Kristian Prenga nuk i ka rezistuar furisë së rikthimit të ish kampionit të botës në boks Joshua. Sfida e shumë pritur zgjati shumë pak minuta në Jeddah të Arabi Saudite me boksirin shqiptar që është spektator në raundin e parë, por kjo vetëm sa e zgjoi britanikun i cili e mbylli duelin me nokaut në raundin e dytë.